në njohjen e shtetit Kosovës. Dhe në të nuk ka pojtë dje, Kosovë është futën në ndalimin për mjë dhonë viza për në Amerikë. Dhe më thonë, është kozëni një shëplak ftyrës, që shtojnë në gjumë popullore, nëse një aliat i madhë, si që ka qenë Amerika. Nëse dhe ajo nëse sankcione për viza, në nuk i dim me kënë keme pas alianca. Unë kështu menoj, edhe duhet jetë që aliancat duhet më mbajtë, duhet më mirë mbajtë, duhet me pas komunikim të vazhdueshëm, jo me prish raportet me aliat. Ne nuk kem shteti madh ose një fuqie jashtëzakonshme që me pas atë impaktin ndërkombëtar mi kundërshtu dhe aliat edhe fuqitë e tjera në raport me politika ndërkombëtare. Sepse mund ta kem gabim, po ashtu janë kriju bloqet politike, është kriju bloqet politike Bashkimi Evropian Amerika me njën, dhe në anën tjetër e ki Rusin Kinën. Tash, neve nuk na kam bejt tjetër, veç me o rreshtu me një grup, ose ne nuk e kem mundësin me po grupacionit tjera të reja, po veç e kem o rreshtu me cilën grupacion politik. E në këtë fush, nëse ne i prishëm punë me mishtan, me Amerikën edhe me vendet tjera të Evropës, po veçanërisht me Amerikën, nuk e di çka na pret neve për të ardhmen tonë politike. Po, prof, atë si qëndrojmë,